shoqëria civile, të gjithë që janë bashkuar aty para kryeministrisë, protestojnë për një investim kapital themelor që do bëhet Zvërnec. Këtë investim e bën një kompani nga Katari. Në gjykimin tim, investimi është 4 miliard dollar, sipas thënieve të qeverisë, do hapi mbi 10.000 vende pune dhe është një e ardhur për ekonominë e vendit tonë. Prapa studentëve ose shoqërisë civile që po protestojnë, fshihen segmente të caktuara, të maskuara, të huaja, të cilat duan të pengojnë të investim kapital në vendin tonë. Ashtu siç ka ndodhur dhe në raste të tjera, ku janë penguar investimet, si thuash, serioze, investime me vlera të mëdha financiare. Qeveria jonë mendoj se po vepron drejt, në gjykimin tim, duhet të bëj transparencën e këtij investimi para gjithë opinionit publik, para gjithë popullit shqiptar.